Dhe besoj se kjo do duhet i shtynte partitë ta rishikonin këtë mënyrë të rekrutimit të njerëzve, sepse sikur ata të antarësohen në për 9 ndegje kështu me radhë, besoj që do të silnin shumë partisë edhe në kuptimin e mobilizimit të antarëve. Dhe pajtohen plotësisht që ndoshta rekrutimi me kapërcime nuk është shumë i shëndetshëm këtë rast as tek përkundrazi po krijon grupe. Disa herë kishte kritikuar dhe ish kryetari Zotisa Mustafa. Përkundrazi po krijon grupe të cilat pastaj edhe sikur po e sfidojnë edhe vetë udhëheqjen e partive, siç është edhe rasti aktual i LDK-s. Një gjë që desha shtoj është që problemin më të madh LDK-ja ka me jashtë, domethënë me votuesin. Ka rënë shumë. Ka rënë në 12%. Dhe këtij problemi tani është shtu edhe problemi i brendshëm. Problemi i organizimit, i menaxhimit të LDK-s, pikërisht për shkak mënyrës se si është pa kjo humbje, edhe mënyrës se si është dhënë dorëheqja zotri Abdigjiku, si është ofruar kërkesë tani të votbesimit, edhe në rast se i merr nesër në kuvend, merr votën e besimit nga delegatët e kuvendit, ndoshta mund ta marr, mbetet shifet, prapë autoriteti i tij do të jetë i lënduar. Sepse do të shihet si një jo sinqert, veprim jo shumë i sinqert. Dhe paramendo sikur dikush ta udhëheq LDK në këtë fazë me probleme të jashtme edhe të brendshme, me 12% dhe me trend të rënjes edhe më tutje, me një autoritet të lënduar. Sa mund bëj reforma një leadership i tillë i LDK-s që do duhet ta mendonin edhe zotri Abdigjiku, edhe strukturat e partisë në përgjithësi, një gjë që nuk po duket aktualisht. Ka pas raste të tilla kur partitë caktuara kanë ndryshuar edhe statute për të mos dhënë ndërheqje. Por si e kanë menaxhuar, kanë qenë pushtet. Dhe kur ke pushtet madhe menaxhon pastaj, duke qenë opozitë, në rënje, probleme të jashtme dhe të brendshme, do të jetë shumë e vështirë, jo vetëm për të bërë reforma brenda, por edhe për ta menaxhuar mbajtjen e këtij rezultati që aktualisht e ka LDK. Dhe kjo pikërisht do duhet ta shtynte edhe Abdigjikun, edhe njerëz të afërt tij, që në rand parë ta vendosin partinë LDK-n, pastaj karrierën e tyre politike ose tarmën e tyre politike. Prof, Abdullahoti kur kandidoi, tha që mund t'i bashkoj coptat e LDK-s se foli Doreti për unitetin. E pa mund shumë nëse ka vazhdimsi të këtij leadershipi. Foli për reforma, foli për një farë gërshëtimi gjeneratësh edhe hapjen e partisë. A e shihni ju Hotin si figurë që mund t'i bëj këto edhe ta çojë LDK-n përpara? Nëse do të ketë garë nesër, sepse jemi në një situatë ku po